Mungojnë disa shkresa prandës. Proces e seancës së shtyhet. Hapë seancën e shërtimit fillestar. Mungojnë disa shkresa prandës. Prokuroria është e obliguar që të pandehurit i jap qasjen e të shkresat e lëndës. Dhuat të kësaj se ne për këtë arsye nuk propozojmë shtyrje të seancës, por i kërkojmë gjykatës që brenda një afati sa më shkurt për të prokurorin që të na pajisë këtë shkresë. Në momentin kur e kemi pranuar aktakuzën e plotësuar, e kemi pranuar edhe një parashtresë të prokurorit të shtetit në lidhje me plotësimin e aktakuzës. Nga këto dy dokumente kemi kuptuar se aktakuza fillestare, e cila është dorëzuar nga prokurori i shtetit në dhjetor 2024, e për të cilën kemi kuptuar nga një email i prokurorit të shtetit dhe raportimet mediale, kjo aktakuzë fillestare ka qenë defektive dhe përpasoj gjykata është detyruar që të njëjtën ta kthejë në plotësim, por mungesën e këtyre dokumenteve në këtë seancë nuk e konsiderojmë si arsye për shtyrje të seancës. Se deri më sot është e pajisur vetëm me plotësimin e aktakuzës dhe një parashtresë të prokurorit lidhur me plotësimin e aktakuzës kërkon që të pajiset me të gjitha shkresat e lëndës. Proces e seancës së shtyhet. Pajisim në të gjitha shkresat e lëndës. I analizojmë që të gjitha dhe më pas jemi të gatshëm që të gjithë të deklarohemi lidhur me aktakuzën. Dhe të gjitha provat me të cilat ne e ngarkojmë, e mbështesim akuzën apo i ngarkojmë pandehurit, ua kemi dorëzuar. Shkresat tjera të cilat u kërkuan nuk i ngarkojnë të njëjtit. Ne jemi të gatshëm që subjektit ose përfaqësuesit subjektit QKK, Qendra Kardiale e Kosovës, t'ia sigurojmë nëse jo sot brenda ditës nesër një ekzemplar të provave në cilat mbështetet aktakuza, e të ngjashëm për të mos të prolonguar procedurën edhe mbrojtjes së pandehurës Elira Galanxhi. Por provat e reja të cilat tani, ose shkresat e reja të cilat tani u propozuan, vlerësojmë se duke qenë se aktakuza nuk mbështetet në to, nuk ka bazë ligjore që të njëjtat të shpalosin. Këtë veprime ka caktuar dati